Jem dalë në rrugë, s'kan mujtë me më gjetë tonë ditë. Nuk kem kone lumtur, s'kom pa t'jetë mirë. E ke ndje këtë gjë që realisht nuk jam printu apo tu ka bo ndonjë padrejtësi? Pse unë jam vetë, pse nuk kam motra, pse nuk kam vëllë. Grupi i kësaj vajzës vogël edhe yti nuk po përgjon. Që të tanon e kom ditë edhe në të vërtetën. Çfarë mendoje në ato momentin që dole edhe nga spitali? Më ka lanë noma, nuk më pas ka deshtë. Po cila ishte arsyeja që ti ju the se ke dalë nga spitali? Dëshira time nuk o kono në me shkuar në shkollë. Në moshën të hershme ta tregoj një lajm që të ka trondit. Shkollën do të më të martue. Kam pas frikë që po ndodh diçka dhe duke marrë parasysh që të kam birësua. Një fëmijë që nuk e din të vërtetën, është shumë keq. Nuk ke pas një fëmijëri të lumtur ashtu siç ke ndru. Që ma kanë ndru edhe emnin, edhe ditëlindjen, edhe që ajo dot, derisa vdes nuk erdhe. Jo në shku në Prishtinë mi kanë rritë 2 vjetë, më kanë bërë 2 vjetë më të madhe. E 15 vjetë në u bona dhe nonë. Unë halodh fëmijë, u bona nonë. Si pasojë e çkafit ndodhe që ti veç u divorcove me bashkëshortin tuaj. Po unë e kom me luftue, fëmijës tem nuk kam i ndodhë që kjo, shkam ka ndodhë mua. Keni takuar nënën tuaj biologjike pas 45 vite. E mu tha ma mirë, tha Zote, tha të ma kish marrë për shpirti, se që e kom prita që ditë. Pse më ke lonë, edhe pse mas disa vite ke ardhë, do me thonë që tashti, e ke gjithë rrugën edhe vendin ku janë. Është non je vetë. Mos harro se krejt një jetë kem gabime, krejt gabojmë. As qatë ditë, as tjera ditë, as s'kom bënë për lejtë pësojnë, as ma ka këthi përgjegjën. Pse? Se shife reagimin në momentin që ti e ke kuptu se nuk jam printe tu. A të ka dënu Zotit dikon ku të ka dhimë të ma shumë. Ju ftojmë që të bëni pjesë e këtij udhëtimi emocional çdo të shtunë nga ora 19, vetëm në kanalin tonë zyrtar në YouTube, Rrëfim Jete me Bakiz Xhirin.